Motivimi është si shkëndije. Është energji. Është forca që të lëviz çdo ditë. Nuk është veç një ndjenje, është vendim. Është dallimi mes një jete të mirë edhe një jete të jashtëzakonshme. Kjo fuqi jeton mrena teje. Ti veç duhesh me zgju. Kuptoje këtë. Motivimi yt është aleati yt më i madh. Është qelësi për me zbloku krejt senet që i don. A je gati me gjet? Është koha me gërmu thell edhe me e kalla të flak. Pa motivim, ditët zvariten. Qëllimet duken të pamundshme, ndihesh si i blokum në balt, si një carry fort pa naftë. Ti e ki motorin, e ki potencialin, po nuk shkon kerkun. Dyshimit përshpërit në vesh, nuk mun e bon, është shumë vështirë. Kjo ndjenje munet me ta thy shpirtin, munet me ti vjedh ëndërrat. Mos e lejo me ndodh kjo. Ti e ma i fort se ajo ndjenje. Ti e ki aftësinë me e kallu këtë ngjeqje edhe me e kthy vullnetin. Kur e gjena të shtysë të mbrendshme, krejt senet ndryshojnë. Bota jote ndriçohet, pengesat bohen mundësi, sfidat bohen emocionuse, zgjohesh me një qëllim, e din çka don, edhe e din që mund me e marrë. Kjo energji nuk të ndryshon veç ty, i ndryshon edhe njerëzit rreth teje, është si vallëzim pozitiviteti. Ti bohesh burim inspirimi. Kjo është fuqia e vërtet, ajo lloj që e transformon jo veç jetën tane, po edhe jetën e atyne që i prek. Më kujtohen kohët kur jam një humbun, krejt i humbun. Kisha ëndra të mdhaja, por rruga ishte e errët. Motivimi ishte i ullt. Dojsha me u dorëzu. Shumë herë. I shikoja muret. Pjesja vetena e koma të që duhet. Pesha e ambicieve të mia më duke i dërmuse pa energjinë me i ndjek. Pastaj, bona një zgjedhje. Një zgjedhje të thjeshtë. Vendosa me ndryshu gjendjen teme. Vendosa me e gjetat zjarë. Edhe një flak të vogël. Edhe u shkeva atë flak çdo ditë. Ai vendim ma ndryshoi jetën për gjithmonë. Ëndrat e mdhaja munen me të duktrandshme, kështu që ndaj, bojit vogla, bojit përditshme, cila është një send i vogël që mund me e bosot. Veç një, unë dojsha me shkru një libër, mu dukej si me ungjit në malin Everest, kështu që qëllimi e mu bo një faqe në ditë. Nga njëherë veç një paragraf, çdo fitore e vogël kryon të vrull, çdo hap para e ushken të tjetrin, shpejt, a i malu pushtu, edhe ti mund me e bo këtë. Filo me pak, po filo tash. Pse e donat që don? Çka të shtyn ty me të vërtet? Kjo është pseja jote. Është arsyeja jote kryesore. Duhet me kone fuqishme, duhet me kone emocionale. Për mu ishte liria, ishte ndikimi, ishte me i ndihmu tjerëve me e pa mështinë e tyne. Kur senet bohen të vështira, pseja jote është spiranca jote, është karburanti yt. Të man lëvizje kur don me u dorëzu. Gjeje pse në tane, shkruje, ndije. Lejoje me u bo busulla që ju hek veprimet tua çdo ditë. Qyshe fillon ditën, me qëllim apo rastësisht. Kryo një ritual të mëngjesit. Përgatite veten për fuqi. Për mu, nuk është puna të emaili, është puna të falënderimi. Televizja, të ushkimi i mendjes me mendime pozitive. Ndoshta për ty është meditimi, apo naj ushtrimi shpejt, apo me leksu diçka që të ngrit. Merë kontrollin e mëngjesit tanë, fitoje mëngjesin, fitoje ditën. Kjo është koha jote, merë edhe boje fuqizuse. Energjia është gjithçka, është ngjitëse. Me kom po e kallon kohën, apo të ngrisin nalt, apo po të tërheqin poshtë. Njerëzit negativ kanë me ta shuzjarin, njerëzit pozitiv kanë me ti fry flakët. Zgjidhe rrethin tanë me mençuri, gjej mentor, gjej shok që besojnë të ti, që të sfidojnë, që i festojnë fitoret tua. Energjia e tyne ka me u bo energjia jote. Kjo e ndryshon llojin krejt, një ndryshim themelor qyshe përjeton mbështetjen edhe rritën. Mos prit për fundin e madh, pranoje progresin tanë. Çdo hap para ka rëndësi. Shpërbleje veten. Nuk ka nevojë me kondiçka e madhe. Një rrahje e lehtë të shpatullave. Një moment falënderimi. Kur isha tu i ndërtu seminaret e mia të para, çdo person që regjistrohej ishte një fitore. Çdo arritje ishte festë. Kjo ta man shpirtin nalt, e man vrullin lëvizje, e bon rrugëtimin gëzueshëm. Festoje rritën tane. Sado e vogël duket në atë moment. Mendo për me mesu një shkatë si 3, si me i rani instrumenti, apo me mësu një gjuhë. Duket shumë e madhe në fillim, kak shumë nota, kak shumë fjalë. Po paramendo dikush vendos, kam me ushtru për 15 minuta. Çdo ditë, veç 15 minuta. Jo me orë. Pas një jave, e ndjejnë progresin. Pas një muj, munen me i rani këngë thjesht, apo me boni bisede elementare. Veprimet e voglat përditshme krijojnë rezultate të mdhaja. Është fuqia e vazhdimësisë, që i kthen detyrat e vështira në qëllime të arritshme. E njifsha një burrë me emrin John, gjithmonë i stresum.
gjithmonë të nqitu, ndihej i mbingarkum prej jetës. Energjia i harsoi vazhdimisht para se dita me fillu mirë. Pastaj ai filloi një ritual thjesht të mëngjesit. Zgjohej 20 minuta ma herët. Ulej në heshtje, përqendroi te frymëmarrja, mendonte për 3 sene për cilat ishte falënderues. Veç 20 minuta. Po ja ndryshoi krejt ditën. Ndihej ma i qetë, ma i fokusum, ma në kontroll. Ai ndryshim i vogël pati një ndikim të madh. Ai i ktheu mëngjeset e veta, e kështu edhe jetën e vet. Paramendoni si për marrës. Tu fillu një biznes tri, është vështirë, ka rrezik, ka pasiguri. Shumë njerëz kanë me thonë, është shumë rrezik, mund me dështu. Po ajo rrethohet me sipërmarrës tjerë, me mentorë që kanë pas sukses. Ata ndajnë ide, ofrojnë mbështetje, besojnë vizionin e saj. Ky ambient pozitiv ja ushqen vendosmërinë. E ndihmon me i kallu sfidat që dikur dukeshin pakapërqyeshme. Grupi i saj e ndihmon me lulëzu. Kjo është fuqia e shoqërimit, tu kriju një kulturë suksesi. Motivimi nuk është një pilull magjike. Nuk e gjen një herë edhe e man për gjithmonë. Është muskull, duhesh me e punu çdo ditë. Një lloj si fitnessi fizik. Një ushtrim nuk të man të fort. Të duhet trajnimi vazhdueshëm. Disa ditë ka me kon lehtë, disa ditë ka me kon vështirë, po ti paraqitesh gjithsesi. E tendos atë muskull të motivimit, e bonat për kushtim, vazhdimisht. Kështu e ndërton forcën edhe qëndrueshmërinë afatgjate për rrugëtimin që të pret. Kur jeton një jetë motivume, ndodhin senet mrekullueshme. Veprimet e vogla të përditshme mblidhen. Ato krijojnë vrull, si një top bore që rrokulliset te poshtë. Fillon i vogël, po bëhet më i madh, edhe më i madh, edhe më i shpejt. Shpejt, bëhet një forcë e pandallshme. Kështu e krijon një realitet të ri. Përpjekjet tua të vazhdueshme, tu shkjeme me motivim, kanë me u shumëfishu, kanë me qute arritje që as nuk muni imagjinon tash. Beson këtë proces, ki besim në përpjekjen tane të vazhdueshme. Fuqia me koni motivum është tash më mrena teje, nuk është sekret. Këta 5 qelsa që i ndava, janë thjesht, po janë thellë. Vendos qëllimet vogla, njihe pse në tane, krijo ritualin tand, ndërto grupin tand, festoj fitoret tua. Këto janë mjetet tua. Përdori. Zotëroj, boj pjesë të asaj që je. Ti e shoferi i jetës tane. Ti e man timonin. Ti e ki hartën. Tash, është koha me vozit me qëllime dhe pasion. Ëndrat tua nuk janë veç ëndra, janë mundësi. Potenciali jyt është me të vërtet i pakufishëm, po i duhet motivimi jyt me u bo realitet. Kështu që dilatje, jeto me zjarr, jeto me pasion, jeto me qëllim. Sot është dita jote. Vendos tash, vepro tash. Mos prit me të ardhë të inspirimi. Krijoje, ushkeje, boje ti vet. Bota është të prit ty. Liroje atë fuqit pandallshme që e ki mrena. Shko edhe le gjurmën tane të mrekullueshme.